Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Jemi rikthyer, Kolo, nga mungesa jote javës shkuar, unë ndjej shumë dhe boshllëku që krijoi në nxënësit e këtij emisioni. Avancimi në dije dhe i njohja me fjalorin e gjuhës shqipe, kështu që të lutem kësaj jave rekupero edhe kusurin e javës shkuar. Jo, nuk besoj, por do të mlidhem një shtunë ose të diel për të punuar, si më thënë, për të bërë jashtë klase. Punë jashtë klase me fjalorin. E kemi lënë këtë Dallas. Ka qenë një film. Nëse. David Does Dallas. Nam ka qenë. Na rriti na bëri burras. E kemi lënë tek Dallimori. Dallimor, se ne përdorim diskriminues në shqip. Por është Dallimor. Oh. Po. Dallimor është koncept Dallimor. Është e pastër shqip. Masa dallimore. Politik dallimore. Po sa e bukur që nga. Po, dhe ne themi diskriminues. Unë kur e kam pasditur. Sa gjëra dinin, po nai kisha 40 vjet që nuk e dëgjoja më. Dallimtar është një mbiemër që thotë dallues. Dallkauk, një fjalë e përdor shpesh, kryesisht është zoti Dallkauk, uluni këtu. Njeri lekatar që mundohet të nxjerrë përfitime për vete duke u bërë qefin atyre që kanë fuqi e pushtet. Duke sikur po hap televizorin tash. Njëri pa besë që të shetë të blenë për përfitimet e tij. Këshilli ministrave. Njëri me dy faqe hipokrit. Burgu Durrësit. Dallkauk. Biles po duam ti vëm gishtin. Themi Dallkauk. Apo Dallkauk qet. Bisedore gjithashtu. Qëndrim veprim asjellje prej Dallkauku. Stiljetese. Ata dy ministra bënin Dallkauk llëqe. Dallohem, besoj se po i bie shkurtu. Pra jam i ndryshëm nga të tjerët. Dallimtar. Apo jam në një vend ku mund të shihem nga të tjerët, pra të dukem. Kemi edhe dallova. Ku unë shquaj me shqisa a me mend një njeri, një send, një dukuri e tjerë nga një tjetër. Midis të tjerësh ose në një midis. Ndaj, a veçoj njëri nga tjetri, dy njerëz, dy sende e tjerë, sipas veçorive të parë të ndryshme që kanë. Pra nuk e ngatroj diçka me diçka tjetër. Dalloj ngjyrat, dalloj shkrimin e dikujt, dalloj shokun në mes të turmës, dalloj ylli manjan, jo, dalloj yllin polar, dalloj zezën nga bardha, dalloj të mirën nga e keqja, dalloj kuptimet e fjalës e dalloj me njëherë tjetër. Kuptimi i dytë i dalloj është në bisedë kur vënë duke para të tjerëve vlerat, punën, a veprimtarinë e shquar të dikujt. E nxjerr dalluar dikë. Me yll në ballë. Në uzinën e bulevardit, kryeministri dallon mbi të tjerët. Është shembulli. Folje jo kalimtare. Kam tipare a veçori që më shquajnë nga të tjerët, nuk jam si të tjerët. Ndryshoj, dallohem. Dalloj mirë nga njëra tjetra, dallon shumë nga të tjerët e tjerë. Dalloj. Jo dalloj. Dalloj me ë në fund. Dalloj. Po, dalloja, dallojat. Tipar dallues. Po. Sytë tu janë një dalloje vërtet. Dalloja jote janë sytë. Këtë se kish njam dëgjuar kur. Brera, po mos reago si delfin në bregun e Vlorës. Po therras turistat. Se edhe delfinët në Vlorë kështu bëjnë. Pas kanë zgjedhje të ikim. Pas kanë zgjedhje këta. Atë kthehemi pas 10 vitesh. Dallues, mbiemër që dallon e bën të shquhet nga të tjerë që është tipar i veçantë për të. Shenjë dalluese, tipar dallues, karakteristikë dalluese, veçori dalluese. Apo që nuk i trajton në mënyrë të barabartë, por pra pëlqen pa të drejtë njërin a disa, diskriminues. Pra ky është dallues. Pra ky është një qendrim dallues, ai është një emision ku pati disa dallues. Etj. Dallueshëm e dallueshme, pra është diçka që mund të dallohet, që dallohet mirë, që bien sy më shumë se të tjerët. Dallueshëm ndaj folje, në mënyrë të dallueshme të qartë. Dallueshmëri, kjo kryesisht përdoret për libra. Të qenë i dallueshëm e i qartë, qartësi. Ka dallueshmëri të madhe. Damahush. Po bëj si bulkët. Brina. I në oraren e aerosjes. Ktheu në qeli, ke shoku? Do në bulë këthi, në qeli të shoku. Ku e lam? Damahush, Blerin, është një folje, në fakt, kalimtare. Damahusha, damahushur. Në bisedore është kur shpërndan për hap gjëra. Për shembull, damahushi pa këto rrobat.
Ose mund të përdor edhe në vetore në bisedë damahushet. Pra kur dikush shpërndahet apo dërmëhaset. U damahushëm. Deri ishim mbrëm në një fest, u damahushëm. Këtu mund të talëm këtu? Erdhi policia dhe i damahushit. Policia bashkiake, të damahush. Po nëse një grua e vjetër, domethënë një none që me zingre dy trasta me spinaq dhe majdanoz, të sakatosën. Do ikem përsëri për të rikthyer me një këngë a një blog publicitar, nuk e di.